Njëri prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e kishte një djalë qash shumë që e donte, qash shumë që ishte i lidhur me të. Dhe ku shkonte, e merrte fëmijën me vete. Nuk mundej të ndaje për ti, nuk mundet të largoje për ti, vetëm se çdo vet ku shkonte, djalin e merrte me vete. Dhe çdo herë shkonte në xhaminë e pejgamberit alayhi salatu wasallam për të prezantuar në këshillat e Resulullahut sallallahu alaihi wasallam, edhe djalin e merrte me vete. Saqë kur shkonte në xhami, ky djalë nuk rinte urt, u cilej rreth babës vet, shkonte ndonjëherë pas shpinës tij, nanën e djathtë, të majtën, dhe saqë i kthente edhe në shpinën e tij, dhe i angucte edhe mjekrën. Ky asnjëherë nuk i thoshte djalit vet, ulu, rri urt, mos lëviz, sepse jemi në xhamin e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Sahabët e vërejtën që ky prind shumë i lidhur me fëmijën e tij, edhe u çuditën për këtë dashuri qaq të madhe që e kishte prindi me djalin e vet, e vrejti edhe pejgamberi alayhi salatu wasalam. Pas disa ligjëratave, pejgamberi ju afru dhe i tha, e tuhibbu hadha, a pe do në fëmijën ton, a pe do në djalin ton? Tha, ja Rasulullah, ahabbaka Allah, Allahu të dash ty, e mashtov dashurin ndaj teje. Shkoi ky sahabi e mori djalin e vet, u çuditën sahabët për këtë dashuri të madhe mes djalit edhe prindit, e vreti, sikur që thamë edhe pejgamberi alayhi salatu wasalam, edhe shkoi një kohë, ky sahabiu më nuk erdhi në xhami. Edhe pejgamberi alayhi salatu wasalam e vreti mungesën e tij dhe mungesën e djalit tij, i pyeti sahabët, sikur që ka pas zakon pejgamberi alayhi salatu wasalam, tha, ku është ky sahabiu me djalin e tij? Tha, ja Rasulullah, tha, djali i tij tha ka ndru jetë. E tha, nuk po mundet ky sahabi më me dalë jashtë prej mërzisë së madhe. Pejgamberi alayhi salatu wasalam me njëherë u ngrit me disa sahabë, shkon për ta vizituar dhe për ta ngushëlluar. E kishte zakon pejgamberi alayhi salatu wasalam, sepse Allahu e ka dërgu pejgamberin rahme, mëshirë për këtë njerëzimin. Nuk po del jashtë ky sahabi, qa shumë që po mërzitet, qa shumë që po kanë. Kur hyri pejgamberi alayhi salatu wasalam në shtëpinë e tij, e pa që qa shumë që po mërzitet, duke shku lot për faqe. S'po mundet me dal jashtë. Për mërzisë së madhe, për humbjen e djalit tij. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ju afru, i tha, o sahabi jem, apo dëshiron? Tha, po dëshiron që Allahu më ta kthye djalin në dynja dhe të jeton ti edhe një kohë me to, të kënaqesh me to, apo po dëshiron që djali yt me taku djalin ton nesër në për xhenete, në për dyert e xhenetit, duke ta qel derën ty? Ky sahabi u ndal, tha, ja Rasulullah, tha, po bëj sabër, sa do të jetojmë? Edhe pak dit, edhe pak net, edhe pak muaj, apo edhe pak vite nga jeta ime, pastaj po duam me taku djalin tem në për xhenete. Tha, po duam me taku djalin tem duke mi hapur mua dyert e xhenetit. Tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, atëherë bën sabër, se kemë gjetë djalin ton duke t'i hapur tyje dyert e xhenetit dhe duke të pritur tyje në për dyert e xhenetit. Tha, ja Rasulullah, atëherë po bëj sabër. Po bëj sabër, tha, për me taku djalin tem në xhenet. Disa prej sahabëve thanë, ja Rasulullah, tha, është vetëm për ta? Me thënë, ky fadilet, kjo vlerë, vetëm ky do të takon djalin e vet në për xhenet, apo është për krejt neve? Tha, për krejt ummetin tem. Tha, kjo është për krejt ummetin tem. Kujt? Dikush e ka humbur. Dikush e ka humbur fëmijën, djal apo vajzë, dhe bën sabër për humbjen e fëmijës tij, do të nesër fëmijës tij do ja hap prindit vet dyert e xhenetit dhe do e pret në për dyert e xhenetit. U gëzuan sahabët. Atëherë e lutim Allahun subhanahu wa taala të gjithë ata prind që i kanë humbur fëmijët e tyre, edhe
si kanë mo afër tyre, i kanë botën tjetër, qoftë djalë apo vajzë, lutim Allahun azza wa jall që fëmijët e tyre nesër t'i takojnë nëpër dyert e xhenetit, duke u hapur atyre dyert e xhenetit Allahut subhanahu wa taala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.